Një luk qorp thaj. E luajnë të tjerët rolin dhe nuk janë kështu gjërat. Por, gjithsesi, lidershipi i Partisë Socialiste duhet i mbroj fort të gjithë këta, sepse po i dalin të gjithë pisë. Dhe duket sikur ai është bashkuar me pisanjosës. Si asnjë parti tjetër, në fakt. Nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe po të them dhe një gjë. Nëse do ishin njerëzit, do kishin besim ke prema që e preu lidershipi dhe gjithë politika, sot nuk do të diskutonin fare për këtë gjë, po do të diskutonin për një djalë apo për ndonjë vajzë të re, e cila s'kishte me vërtet eksperiencë politike, po kishte dëshirën për ta ndryshuar dhe për të bërë kontribut. Ndërkohë, neve jemi se rrota vjetër që vim vërdall, nxjerrim prapë, ristartojmë figurat e tjera, po nuk mundet, Ola, kjo letër që bëhet kështu, të drejtohet sërish. Nuk mund ta drejtosh dot sërish. Do jetë prapë e zhubrosur. Sepse është e zhubrosur dhe ti ke shkruar. Zoti, po, se kam të kaluar minutazhin e pjesës parë komplet. Një për zonjë Male dhe për zotin Malaj. Për zonjë Male më kujtoi mbretin e pagjumë Henry IV të Shakespeare-it. I cili nuk e zën gjumi. Dhe i thot, sa do doja të ishte i varfër që të flija dhe unë gjumë. Pse i gjumi nuk më vjen mua që të mi uli që pallat. Dhe një mbret i pagjumë është shumë i rrezikshëm. Se mendon gjithkohë. Falenderoj. Po. Dhe për zotin Mala, kjo është kronik dhe ato të sigurisë, në vendin tonë, këtë po e them ndoshta për herë të parë, ekzistojnë 5 aparatura përgjimi. 5 aparatura përgjimi. Një e ka Spaku, një e ka Shishi, dhe një e ka AISM, që është shërbimi i ushtrisë, dhe 2 janë private. Që do të thotë? Në Tiranë, në gjithë Shqipërinë, janë 2 aparatura private që përgjojnë. Po ku ndodhen ato? Qarkullojnë me një makinë. Njëra të pak më qarkullojnë me një makinë. Me urdhër të kujt? Nuk e di. Po 2 janë private. Dhe shfrytëzohen nga politika, po thoni? Patjetër, nga politika, nga biznesmen. Është shfrytëzuar ndër vite? Janë shfrytëzuar ndër vite këto 2 pajisje? Prej vitesh. Unë di 5, mund të jetë 6, mund të jetë më shumë. Po 2 është e sigurt që përdoren janë private dhe përdoren janë përdorur gjithmonë nga politika dhe biznesi. Absolutisht po. Po kjo është shumë e rëndë. Nuk po them gjëra të panjohura. Këto janë gjëra që janë të njohura për autoritetet në vendin tonë. Dhe nuk ndalohen këto, nuk i ndalon kush dot. Pse? Ku ka interes që vazhdon loja, loja vazhdon. Siç tham, mulliri vazhdon. Pastaj vazhdon dhe zgjatet koha. Unë them minimumi 5. E kuptova. Edhe nga diçka të fundit, edhe nga